Jo, duhet kuptojnë një gjë, të dy palët politika shqiptare. Unë kam thënë, politika shqiptare është ka 35 vjet që komandohet nga Sorosi. Dun apo s'dun këta, nuk ka absolutisht asnjë problem. Ajo tymnaja që i hedhin sa njëri dhe tjetër, ashtu siç ky hedh tymnajën e kësaj protestësh, domethënë PD-ja u përgjigj ose opozita u përgjigj me ata rezolutën. Mos harrojmë se të gjithë janë fajtorë në atë kuvend, sepse ka 35 vjet që vazhdon e njëjta situatë, i njëjti pazar, që bëjnë njëri me tjetrin, por ajo që është më e rëndësishmja, rezoluta duhet ishte miratuar kohë më parë. Shqipëria duhet ishte vendi që duhet ishte i pari që ta kishte bërë këtë lloj rezolute. Dhe mos harrojmë se në lufta në Kosovë ka ndodhur në 99, nga 99 deri më sot i bie rreth 26 vjet. Nuk mund të jetë am që pas 26 vjet të kujtohet që të bëjë një rezolut genocidi. Kam bërë një rezolut genocidi këta në 2022-shin, mos gabofsha, për Srebrenicën. Për Srebrenicën, po. Por nuk kam bërë. Por unë do isha dakord nëse do ta ngrinte këtë problem, do ta ngrinte dikush ose do ta përdorte si armë dikush që kishte ardhur sot në parlament, po ata që kanë qenë në parlament, që kanë qenë pushtet. Partia Demokratike ka në 2005-2013 kishte kohën e mjaftueshme për ta bërë rezolutën për sa i përket genocidit në Kosovë. Ashtu që kishte mundësi edhe Partia Socialiste për ta bërë këtë rezolutë edhe më përpara, se ka qenë mas luftës Kosovës ka qenë Partia Socialiste që kishte pushtetin. Ishte ajo që e dinte shumë mirë se çfarë genocidi është bërë në Kosovë. Por çfarë ndodh? Ndodh në një moment përplasjesh këta nxjerrin domethënë armët njëri tjetrit. Armët më thojza në kuptimin që hajde të godasim njëri tjetrin, tipse po të ishe për protestën këta, qose këta e shifshin shumë mirë që kjo protestë është duhet bërë dhe arrestimi i tyre ishte pa lishëm, atëherë ata duhet ta bënin këtë protestë në hapat e para, që kur u arrestuan këta liderët e Kosovës. Mos harrojmë se është precedenti Hashim Thaçi është shumë i rrezikshëm, se Hashim Thaçi është arrestuar me mandat presidenti. Në detyrë. Me mandat presidenti, Hashim Thaçi ka dorëzuar mandatin e presidentit dhe ka dorëzuar në Hag. Pra deri kur është arrestuar, Hashimi ka qenë presidenti i Kosovës dhe ka qenë duke shkuar në Amerikë për të takuar Trumpin. Dhe në atë moment është kthy nga rruga, me urë është kthy nga rruga dhe është drejtuar Hagës, pa dorëzuar mandatin e presidentit. Pra nëse këta e kishin këtë merak, këta merak mos shkonin nëpër Kosovë, se këta vinin në Kosovë e thoshin duhet bërë. Qartë. Pra kjo e gjitha është një lojë politike mes tyre të dyve këtu. Kjo është as politike, se tjetë politiku e gjej, po kjo është as politik. Kjo nuk është as politik, sepse bëri politik, kërkoi me këtë lloj u fut, nëse u kujtohet, u fut edhe ky Albin Kurti, se tha ne nuk e kemi votuar në 2015-ën gjykatën speciale. Gjykatën speciale. Po mos harroj, sepse Kurti nuk thot gjën tjetër, që në 2017 kur u hodh rezoluta për ta hedhur poshtë gjyqin e Hagës, pra atë çka kishin bërë ta ç'bënin po me parlament, ishte Albin Kurti që nuk morë pjesë në mbledhjen e kryesisë dhe nuk u bë kurrumi. Nuk u bë kurrumi dhe ngeli dhe nuk kaloi në parlament dhe vazhdoi ashtu. Kështu që janë të gjithë palët janë në lojë. Por janë në lojë dhe i nxjerrin jo në kohën që duhet i nxjerrin, por i nxjerrin në momentet kur kërkojnë të përfitojnë nga këtë lloj lëvizjesh. Pra, po doja kërkon të përfiton nga lëvizja, pse nuk e bëra rezolutën, ky përfiton nga ajo që unë nuk bëj rezolutë, po unë do bëj protestë sepse po dënohet UÇK-ja, se këta gjithë këtu e kanë, po dënohen komandantët e UÇK-s sot. Pra këta të që thash, ta kërkojnë ta shbëjnë edhe vetë luftën, ta në përkëmbin, me deklaratet e tyre. Aq paraftja. Sa nuk kuptojnë edhe atë që thonë. Dhe nuk mund marrësh ti një vendim politik
që ne nuk marrim pjesë në protestë. Shumë e thjeshtë. Ai mund të lajmërojë njerëzit e vet, mund përfaqësuesit politik të kreut të opozitës mos tjenë. Po çuditërisht kreat ishin aty. Opozita ishte aty. Dhe ku dolën pastaj? Kush ishte forca e vendimit politik? Qartë. Për mos marrë pjesë në protestë? Qartë. Ai koalicioni ishte aty? Ishte. Deputetët e PD-s ishin aty? Ishin. Atëherë ku është forca e partisë? Atëherë kjo tregon se s'ka asgjë ajo që unë ju kam thënë. Ka humbur boshti ideologjike i PD-s në radhë parë. Dhe e dyta, opozita nuk ka asnjë ideologjie, nuk di se çfarë ideologjie mbrojnë. Nuk e di çfarë ideologjie mbrojnë. Dhe këtu luftojnë njëri me tjetrin për të përfituar politikisht në sytë opinionit, në sytë votuesve, se ne jemi pro Kosovës, ta janë kundra, ose pala tjetër thotë ne jemi pro, ta janë kundra. E përdorin Kosovën, si thuash, për përdorin Kosovën, se kështu e kanë përdorur Kosovën. Dëgjoj, duhet të kuptojmë një gjë. Nacionalizmi është ajo straja e fundit e horrit, e vagabondit. Dhe këta mundohen ta përdorin nacionalizmin në këtë lloj forme. Kush janë nacionalistë? Çfarë nacionalistë? Çfarë kanë bërë këta për Kosovën? Më thonë një gjë që kanë bërë për Kosovën, realisht, jo me llafe deklarata. Një gjë të bërë për Kosovën këta nuk kanë absolutisht asgjë. Nuk kanë munduar të bëjnë absolutisht asgjë. Ta edhe në luftën e Kosovës i kapshin njerëzit pse po çojnë armë në Kosovë dhe i fuqin burg. Ç'a kanë bërë këta? Kë dërguan këta në Kosovë? Si shtet i armë. Në atë kohë kemi qenë në pallat të kulturës ku kanë bërë thirrje që shteti shqiptar në takim, shteti shqiptar do çojë ushtri aty. Jemi një kom, nëse duan. Po ç'a luftë bën këta kur u aprovu kushtetuta në Kosovë? Kam qenë atje, unë i thash mos e aprovoni. Mos e aprovoni se Kosova nuk është shtet multietnik. Dhe ju vetëm me këtë frazë, shtet multietnik, ju i bëni parë Shqipërisë. Qartëzi. E kuptoj, por çfarë politikanët tanë çfarë bën? Absolutisht asgjë. Qartë. Absolutisht asgjë. Vetëm e kanë përdorur Kosovën, e kanë përdorur me fjalë, në fjalor, në retorik, në fjalime që bëjnë. E do të thotë se ta konkretisht nuk kanë bërë asgjë. Përkundrazi. Ta ka qenë kundra. Dua që të kalojmë të diskutojmë bashkë edhe dy çështje të tjera që kanë bërë mjaft bujë në opinionin publik këtu brenda në Shqipëri. E para lidhet me qenë se ti je dhe avokat vet, lidhet me atë që ndodhi në Elbasan ku një avokat u ndalua për shkak të ushtrimit të detyrës ose gjatë ushtrimit të detyrës me të gjithë avokatët që unë kam folur, që unë kam personalisht njohje, janë shprehur jashtëzakonisht të shqetësuar për precedentin që ky akt mund të përbëjë tashmë, duke e vënë theksin ata që unë kam pyetur, se unë vetë nuk jam i fushës së drejtësisë, por ata që unë kam pyetur kanë thënë që kjo është një republikë prokurorësh, po shkrohet drejt një republike prokurorësh. Aty çështja mund të jetë e komplikuar sa të duash, pra arsyet debati midis prokurorit dhe avokatit, etj, mungesë provash siç akuzonte avokati, por unë po ngelem tek veprimi, tek ndalimi dhe arrestimi i avokatit. Si e ke analizuar këtë që ka ndodhur? Unë dhash një intervistë për të, e qyta gjë në mënd të mërshme, që mund të ndodhi drejtësisë. Kjo është reforma. Flasim kjo është reforma. Ne e provojmë në sallat e gjyqit dhe jo më kot qysh në kohën që bësh reforma dhe të gjithë ta heshtën, se kjo është e bukur. Kur duhet flasim, nuk flasim, pastaj pasi ndodh gjëja. Ora duhet të kapësh shkakun, pastaj pasojën. Dhe unë e dia që do vinë diku në këtë, jo në këtë gjendje, por do vinë në këtë. Pse? Sepse, kam thënë, prokurorë dhe gjyqtarë janë bërë mbi ligjin. Prokurorë dhe gjyqtarët janë dalë mbi ligjin. Në sallë gjyqit, duhet t'jesh në sallë gjyqit ta kuptosh. Në sallë gjyqit, prokurori, atë që thot prokurori e vulos gjykata. Dhe nuk të lejon në debat. Ti shkon në sallë gjyqit, ata nuk t'japin dokumentacion. Pra, fillon procesi, ai thot bindja ime brendshme, thot edhe ka që gjë. Nuk t'jep absolutisht, nuk t'jep material.
Pra, bëhet hetimi, unë e kam ngritur edhe në kur bo seminare që bënin për reformën drejtësisë, edhe thoja, është gjëja e parë që duhet bëjë Shqipëria, duhet të marrë dhe duhet bëjë kodin e procedurës penale. Pse? Sepse të gjithë veprimet që bëhen nga prokuroria ose nga policia, në asnjë rast nuk është avukati prezent. Në asnjë rast. Nuk është avukati, avukati nuk merr dot material, nuk merr dot gjë. Nuk ndodhet në vend ngjarje. Dhe kur shkojmë në sallë gjyqit, domethënë nëse ne përplasim në sallë gjyqit përplasim pikërisht për këto veprime të bëra nga prokuroria, një polic ose një OPG shkruan ditën e parë që bën arrestimin, dalimin, pastaj ajo letër siç merr shkoke prokurori atë letër e sjell gjykat edhe mbushin disa faqe kodëm që i kanë standard, por nuk kanë ai provë. Unë kam rast konkret. Kam rast konkret. Po të ta bëj masi se s'dua të dal dhe të paragjykoj vendimin që do merret. Po unë kam rast konkret. Është person tjetër, kanë ka person tjetër. Dhe kur unë e ngri zërin gjyq, më thot mos ma ngre ulet tonin. Unë ja kam thënë çop, të ton kam dhe do përtasin të madhe sepse mbrojnë jetën e dikujt. Më ka fal jetën ai, se këtë duhet kuptoj. Po. Avokatit kur ti i jep të mbrojt çështjen i ke fal jetën. Dhe avokati do ta shohë gjën e shesi si gjën e vet. Pse? Sepse ai nuk e njeh ligjin. Por kur ti tallesh me mua, ose kërkon të tallesh me mua, kërkon më fyerësh të inteligjencë mua, një shkollë kemi bërë të dy. Ti je gjyqtare, ti je prokuror, unë jam avokat. Dhe çka kam kërkuar në reformën e drejtësisë, që avokati të ketë status. Avokati nuk ka status. Siç ka gjyqtari dhe prokurori. Pra jemi në një sallë gjyqi, dy kanë status, njëri s'ka status. Dhe avokati përdoret sikur është një njeri rrugë. Dhe po ti shohësh avokatët kur janë në rrethë jashtë sidomos, avokatët e rrethë rrinë urt. Pse? Se kanë frikë, se ka një seancë tjetër, ka një seancë tjetër shpunë. Janë të rrallë avokatë që e ngrenë zërin. Dhe po ta them me sinqeritet, është të mërshme të futesh në një sallë gjyqi kur ti e sheh që bën mu dhe ajo thot nuk e pranoj unë këtë thot. Dhe po të shohësh gjithë kërkesat e avokatëve gjithë bin poshtë. Kërkesat e prokurorëve pranohen. Unë i them në gjyq, ma thirr personin ta identifikoj, është ky apo s'është ky, ajo thot jo nuk pranohet. Po çfarë duhet bëj unë tani? Dhe pse këta gjyqtarë dhe prokurorë, kur u vra gjyqtari, u ngritën gjithë në këmbë me fillun e kërkun roje, kërkun këtë, kërkun atë dhe askush nuk foli ore, po priteri se kemi marrë vendime skandaloze. Dhe kemi fut njerëzit në konflikt. Dhe po t'i shifni edhe vrasi që bëhen për efekte vendimeve gjyqësore, se kanë fut njerëzit në konflikt. Nuk ka frikë gjyqtari apo prokurori nëse i qëndron drejtësisë, nuk ka frikë absolutisht asnjë dhe nuk i thot dot absolutisht asnjë. Pra 1400 të vrarë vetëm për konflikte pronash. Për shkak të vendimeve. Për shkak të vendimeve. Po sa kemi ngret zërin ne dhe kemi thënë në burgjet shqiptare ndodhen të pafajshëm. Pse ndodhen të pafajshëm? Sepse ai e ka për një cigare hashash edhe e fut 7 vjet në burg. Po kur ti e fut 7 vjet në burg atë për një cigare hashash, çfarë ndodh? Ndodh që ai nesër do bëhet kriminal. Pra ne nuk shkojmë ke riedukimi, po ne shkojmë ke vendimi i burgimit dhe të gjithë, po të shohësh gjykatat, merrni shihni gjykatat dhe do shihni të gjithë vendimet e prokurorit ku ka mas arresti, nuk njohin mas tjetër përveç arrest me burg. Nuk e njohin fare, vetëm arrest me burg. Pra në masën ekstreme. Për çfarë? Për një cigare hashash. Dhe kur vjen puna kokainës, u vjedhën kokainë, ikën 2 kontener nga porti i Durrësit, su morën njëri me të. Kur Banakingu është i dënuar me vendim gjykate, ai vazhdon ta bën reklam televizor. Jemi vendi që importojmë më tepër banane se sa çdo vend tjetër në Europë, për sa i përket numrit popullsisë. A thotë se shqiptarët rrinë me banane në dorë gjithë ditën? Qartë. Dhe absolutisht nuk ka hap gojë njëri.
Dhe pse s'u ngritën këto gjyqtarë dhe prokuror në mbrojtje të avokatit? Se në një sallë jemi, bashkë jemi, siç u ngritëm ne. Që folëm për vrasje. Nuk u pajtu me vrasje. Pse nuk u ngritën këta prokurorë gjyqtarë? Ta dënojnë atë gjyqtarën. Që e ka t'jatin, e ka të dënuar t'jatin. Një gjyqtarë që ka t'jatin dënum bën të veprime. Të maj më lidhët këllëgjeja. Se s'më lidhët këllëgjeja dhe të maj vendim për atë. Ta heqin nga gjyqtarë fare. I ati ishtë dënum Saran, Strakosha, për vjedhje pronësh. Qa janë ta? Qartë, e kuptoj. Apo, jo, se ka një problem, se kur del nga salla gjyqit, përbalen, avokatit përbalen me palet, nuk përbalen, ta gjyqtari e prokurori. Jam edhe shtyrit e gjyqeve, që bëhen. Një herë s'ka i gjyqtar, pastaj s'ka i tjetër, një herë që prokurori, ndrohet trupi gjykus, mërna një çështje, ndrohet 2 herë trupi gjykus, ndrohet 3 herë prokurorët, edhe hajde me veshti se qa ndodh me atë gjyq pastaj. Vin në gjykim, vin pa i lexu fare dosjen, pa i lexu më dosjen, s'di gjë se qa ka dosja. Pse? Sepse bëhen 20 gjyqe në ditë. Po si mund t'i bëj 20 gjyqe në ditë? Hy nga i derë, del nga i derë. Qartë. Dhe do të dodi pastaj kjo. Pse? Sepse nuk duam. Pse kërkojnë, po ta veshëre, pse kërkojnë për këto, qa janë këto rastet e drogave, do më kërë kapin këto spacatoret e theta, shto për të rusë, që i fusin burg. Pse kërkojnë gjykim të shkurtu? Që të mbyllin gjithë dorë, se nuk bëjnë asë jetim asë i gjohë. Mbyllin, thash, si që po letrën, o po gjëja fillim edhe mbaro. Me gjykim shkurtuar mbaro. Kur të kërcënon o po gjëja, do t'i vej prangat, thot. T'i vej prangat, du të po folë që se the mu, thot, se t'i vej prangat.